Civil Media. Vetëm dua në një formë telegrafike të kaloj në mbi disa pika për të cilat shpresoj se për shkak se kemi mundësi që të debatojmë, të bisedojmë dhe të polemisojmë në gjatë këtij viti e gjithë me qëllim që të avancojmë atmosferën demokratike e Republikës e Maqedonisë Veriore, të përmirësojmë gjendjen në këtë vend ku shohim se shumë gjëra të ngjashme janë ende të ngjashme ose të njëjta. Pra, gjitha ka mundësi të lërduare, pa edhe ata që ishin në balë të këtyre procese, por edhe ato që janë të përfshira në këtë shoqëri ku civili u bashkangjit një procesit historik, një proces ku në të sin shumë para premieri grek dhe për shkak se është me të vërtet një proces i komplikuar dhe një konflikt i pakuptimshëm mes dy vendeve fqinje dhe në këtë mënyrë me të vërtet të dy persona e merituan nominimin për shpërblimin Nobel për paqe. Mirë ka edhe fitues tjerë, edhe konsideroj se këta dy nëse fitojnë këtë shpërblim edhe do ta kenë të merituar. Se prapë të kthehemi pak në drejt tona, ku ka pak për të uruar dhe për të gëzuar, prapse prapë kishim një probleme zgjedhjen e antarëve të Komisionit për rëndalim të korupcionit, pam disa modalitetet të parapara me ligjin në lutë kundër korupcionit dhe vazhdim të interesave të përbashkët në përgjedhjen e komisioneve. Mirë po më falni, këtu do ndalesha me komplimentet për shkak se ende konsideroj se ligji për ndalje të korupcionit ka mungesa të serioze dhe vetë procesi i zgjedhjes është i ri, është interesant dhe premton një gjykim objektiv ose zgjedhje objektive, por kuptohet kisha thënë manipulatorët maestral të cilët kishin mundësi nëse nuk arritën më deri tani të hyjnë edhe në atë proces, por diçka të tillë mbetet të shohim në disa javë të ardhshme që të shohim e kam bërë. Gjithsesi Agjencia për parandalim e korupcionit dhe do i dëshiroj edhe sekretariatit të përgjithshëm të këtij institucioni që dëshiroj shumë suksese në punë edhe kam të qartë se kanë shumë punë se që mund të paramendojnë edhe në ëndrat e tyre më të ashpra, por kuptohet jam dua që në lutë kundër të kyçën më shumë individa, entitete, grupe, organizata e tjera në këtë luftë kundër korupcionit. Kuptoj, do të pajtojmë këtu me profesoreshën Najčevska, e lirë nga korupcioni ku dhe më të përgjithshëm janë institucionet. Pritet nga institucionet të ballafaqohen me korupcionin në një farë mënyrë të ndryshme krahas me atë çfarë ka ndodhur tani, për të vazhdojnë me punën e tyre. Ajo është që institucionet tona janë në fund të korruptuara. Krijuar nga njerëz, po sjellën në mënyrë të korruptuar edhe në institucionet, po edhe në ato grupimet elitiste në vend. Dua të them se me arritje e kësaj qeverie po vim në një koncepti
të një shoqërie për të gjithë, një koncept i cili me të vërtet është i ri për Ballkanin, një koncept i cili mundet me që dënin të nxjerrë në majën në rajonit, po edhe më qarë, që të kryojë në lider, i si do të ofrohe një model efikas të sukseshëm dhe të mirë se si një shoqëri duhet dhe mund të funksionohe, për shkak se me të vërtetë edhe mundet, por fatkeqësisht kapacitetet e konceptet të cilat po zbatohen ose të ftuar që t'i zbatojnë të njëjtat. Si që dëgjuam edhe qytetarët duhet të jenë pjesë të këtij koncepti, pra kishim një shembull të bukur nga bashkëbiseduesja Liti dhe disa shembuj të mira nga kolega Dekrani, por edhe më parë, në këtë moment kemi koncept për një shoqëri për të gjithë komunitetet etnike. Ose edhe më mirë të kemi një koncept të një shoqërie për të gjithë grupacione etnopartiake, ku konceptet e tyre nacionaliste po i plasojnë në diskursin publik që të fitojnë fuqi dhe të holla. Dhe fuqi. Dhe kjo është një gjendje në të cilën ku ne nuk mund të pranojmë atë inercione, atë institucione të cilë në mënyrë deklarative pa e promovojnë konceptin dhe pastaj i kthejnë praksave të vjetra. Në fund të fundit, shok dhe shoqe, është ajo. Koncepti një shoqëri për të gjithë e pam se si funksionon live në ditët kur kjo gjatë revolucioni i Raman, pastaj kishte protestoj në stop për brutalitetin e policisë dhe shumë protestet tjera dhe format e ndryshme të paknaqësisë të revoltit kundër regjimit të Gruevskit, i cili me sukses ku vetëm në një rast ishte i shumë si fashist. Ne nuk mund të pranojmë tutje ta kemi konceptet të cilët na kthejnë mbrapa në dhomën e parë, ku planifikohen gjërat e më para kësaj të kishim pas përvoja të shkëlqyeshme në lidhje me këtë. Sidoqoftë, pam shembuj të bukur se mund të bëhet diçka në një sistem të rëndë dhe të ashpër si që është i të drejtës sociale, sistem ku rregullohet edhe puna e tutje. Pra pam një sfidë serioze dhe në hapet e mos institucionalizimin dhe ka bjen qëndrime specifike ku shteti po kujdeset në thojsa për personat me nevoja të veçanta, me pengesën zhvillime më tutje, pam edhe hapa të mira pozitive aty, pam dhe masa të mira, pam se kjo edhe mundet të ndodh dhe kuptohet kjo gjithë neve në rikujtojnë civil për diçka që para 20 viteve kemi promovuar edhe në vitin 2000 në sfidat tona që do punojmë me institucionin dhe përdoruesit ose shfrytëzuesit për në repartin të veçantë Demir Kapi. Për gjitha këto janë pak a shumë shembuj të mirë për avancimin e pozitës ndërkombëtare, për të kalimin mos kuptimeve, pra mund të shtrëngojmë dhëmbët dhe të krijojmë një institucion që si që është njësia për ndalim të korupcionit, pastaj praktika pozitive të punës Ministrisë çështjes së punës dhe politikës sociale, po edhe në nivel lokal mund të shohim shembuj pozitiv të mira të një dy
përveç të qyteteve në nivel lokal mirë, po gjithë kjo fatkeqësisht na rikujton se çdo shembull i bukur tregon se ka pas mundësi, nuk është punuar dhe në këtë kuptim konsideroj se nacionalizmi me të vërtet është në rritje, por përdoret në mënyrë më të shkallëtë, më panjerësore si një mjet për para dhe për fuqi, si mjet që të krijohet një pozitë sa më e mirë në negociatat me atë i cili po e udhëheq qeverisjen në nivel lokal dhe qendror. Dhe asgjë tjetër. Nuk janë ata patriotë të vërtet, personat të cilat promovojnë komora gazi ose nacionalizm ose urrejtje, pra e dimi që ne kemi gjithë argumentet që ta përcaktojmë atë se këto janë persona të cilat vetëm duan më shumë fuqi dhe më shumë para. Korrupsioni në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka rënje të tilla në shoqëri që është shumë rëndë ta ballafaqohemi me atë posaçërisht për shkak se është e dukshme se ata që janë në qeveri nuk kanë mjaft përkushtim për largim nga i sistem të ndërtuar më herët edhe në të 90-tat që vazhdojnë në vitet e 2000 dhe tani po është në këtë dekadë. Nuk ka përkushtim që të fshihet, të shlyhet një sistem i tillë i korruptuar nga sipërfaqja e tokës, por vetëm po merret, po bëhen ndryshime kozmetike. Kjo është realiteti i ashpër i cili neve na jep fushë që të konsiderojmë se gjitha këto lëvizje dhe procese në vend ose janë me qëllim të toleruar ose me qëllim të gjeneruar në qendrat e fuqisë, siç është nacionalizmi, korrupsioni politik, mito të votuesve dhe të jemi aktuel, pra, si që janë edhe shumë probleme tjera. Për më së shumti dhe të gjithat, këto janë gjendje të cilat mundësojnë që të sundojnë një sistem në të cilin njerëzit po vdesin ngadalë ose shpejt, por po vdesin falas ose si rezultat i sistemit të keq të cilin po e sundojnë njerëz të cilët nuk janë kompetent ose të janë të korruptuar. Me këta mendojnë shëndetësinë, ku po thuaj se kemi çdo ditë nga një foshnjë të vdes, kemi arsimin në të cilin gjerojmë njerëz të rinj, të cilët ose do largohen nëse janë pak më të aftë, ato për shumë pak kohë, e si që dëgjuam për disa ditë në një bisedë, se nuk ka do të ketë kusht të na voros një ditë, ose janë analfabet funksional dhe janë të ndjeshëm në manipulacione dhe në propagandë të atyre të cilën vetëm dua më shumë fuqi dhe më shumë para se që kanë. Drejtësinë e kërkuam me 3 shkronjt në buzët dhe ato me muaj. Leramanoj është shkupi në vitin 2014, ka pothuajse në çdo vend të rregulluar, ka diçka të fshirë, duke kishte një lëvizje nga qeveria duke hekur gardhen para qeverisë dhe pam mënyra të shumta të amnestionit, diçka që e përjetuam në mënyrë shumë të pakëndshme në periudhën e kaluar. Dhe kuptohet, këtu dua të lëvdërohem se me njerëz të ndryshëm, me të cilët në të kaluarën kam thyer fjalë dhe argumentime, po ndjej se ka pak avërsim dhe gjatë pauzës shkurt fola edhe me Këshallowskin, i cili në bisedë më tha se sipas tij duhet të largohen nga puna së paku 50-67.000 nga administrata. Thash po, e shkrova këtë në kolumnën time. Po duket se nuk e kam
shpallur pasi që po shkruaj shumë. Dhe mendoj se problem serioz është administrata në këtë vend dhe nëse një qeveri duhet të tregojë për kushtim, atëherë duhet të thejë përgjys. 56-70.000 njerëz duhet të largohen nga shpinda për shkak se janë tepër që ta durojnë këtë barë. Ata duhet të largohen, kurse qeveria të jetë kreative dhe të ndajë para për programe sociale, rikualifikimin e tyre për sublimimin e bizneseve të reja të tyre, një pjesë për ato ti pensionohe, e më tjera, e më tutje. Kjo është vetëm një problem pak më i madh se gjitha tjera që i thash, për shkak se nëse në këtë mënyrë relaksohet vendi, atëherë do të kemi mungesë të luftave partijake, të ushtrive partijake, të cilët do të kenë detyrë për të votuar vetëm për një parti politike. Kurse korrupsioni, padrejtësi dhe gjitha problemet të një vendi, të një shoqërie fillojnë dhe mbarojnë me procese zgjedhore. Diçka që kemi të tepërta në këtë vend. Për vitin 2019, presë të kemi ndoshta edhe një proces zgjedhor, për shkak se nëse procesi zgjedhor prezidencial ndëshkon, do të ballafaqohemi edhe me një të tillë pas 6 muajve, e kjo do të jetë një periudhë në të cilën liderët politik pak të fshirë pas paravane të suksesit me NATO-n, me fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian e më tutje, nuk do të ikin sfidët që të krijojnë edhe një cirkus zgjedhor. Dhe në këtë mënyrë mund të kemi zgjedhje të dyfishtat para fundit të vitit, nëse nuk bëhet ndryshime në trendet për të cilat folëm të gjithë në këto. Po ashtu për këtë vit nuk pres fatkeqësisht avancim as të pikturës që ka të bëjë me korrupsionin, të sundimit korrupsiv dhe skandaleve të cilat po i shohim pothuajse çdo ditë. Dhe nuk kam pritje se koncepti një shoqëri për të gjithë do të vjetoj, por do të jetë një shoqëri për gjitha komunitetet etnike ose partit politike dhe cirkuzet politike. Nuk pres ndërtimi i modelit të ri modern klinik do të avancojë pikturën shëndetësore të këtij kombi. Çfarë të kuptojnë në këtë term, dhe nuk pres se dikush do të ulet dhe do të revidojë ato libra të çuditshme dhe budallak që nga të cilat mësojnë zonësit tonë. Pra pres një mbështetje nga aktivistët, luftarët për të drejtat e njerëzit, se të vazhdojnë të jenë të zëshëm dhe të kërkojnë ndryshime serioze nga shoqëria në sjelljen e elitave politike, e më së shumti do të kërkojnë disiplinim dhe afërzim dhe asaj që kuptohet një parti normale politike, vënse të jetë një bledhi kokash të cilët shikojnë vetëm dobi financiare dhe politike nga çdo një prej neve. Faleminderit shumë. Civil Media